Ndiqa pak me fjalë, po unë kam mendimin e vetë, se që secili ka mendimin e vetë aty dhe detyrimisht me fjalë po bëj një diferencë, se ne kemi kënë para 36 viteve aty dhe janë disa diferenca të jashtëzakonshme me fjalë edhe të anglisë dhe të tonin më tepër se sa të anglisë. Dhe sigurisht me fjalë që unë them që u zmbras me shumë me fjalë në minutat e para, dhe sigurisht që duke pas parasysh edhe nivelin e anglisë, sepse më duket se Silvinjoja në për këta emrat e mëdhej dhe duke pas parasysh dhe në Europianin me Italinë, në emrat e mëdhej më duket se rreshtimi i tij në tabela shumë i bukur, por minutat e para na kthena shumë mrapa dhe kena shumë të vështirë për mi rezistu 10 ose 15 ose 45 minuta pa një gabim në mbrojtje. U duk sikur që dojë të më thënë në mbrojtje gjithë ndeshjet, domethënë ekipi tonë kombëtar që dojnë në mbrojtje apo në sulm? Ja, në sulm s'mund na me përballu në anglisë. Po unë them që sulmi i thie ma racional, se progresi i futbollit me fjalë është i jashtëzakonshëm në Shqipëri. Se jemi 2 herë në kampionat evropian, ma përpara nuk e kemi andrru, kurse sot jemi 2 herë në kampionat evropian. Ja, shtuar pretendimet. Pse mos tentojmë diçka më tepër? Kjo më vjen keq më me fjalë, se shku me përsërite i dikurshmi autobusi. Po kjo nuk është mirë me fjalë, sepse ne kena bërë një progres të jashtëzakonshëm. Dhe pse mos tentojmë diçka më tepër, se kena edhe futbollista që janë në Champions League dhe ato palosin për çdo ditë me tonë në kampionate. Mos ndoshta i trëmbi pak Anglia, sepse kishin të tiposur në mendje që është një nga përballjet më të vështira për ne. Po pra, kjo është ajo që them me fjalë çashapun e të Silvinjo me fjalë kur i ka emrat shumë të mëdhej përpara si Italia që mos me thonë që ishte Italia ma e dopë që kam pa në herë në Europian dhe në rrahi shumë letë, që na bëme në sekundet e para, bëme gol dhe na dha një krah, kishe thonë une, që kena mundësi për mu përbalu. Aty ramen, në atë si që rame edhe me Angli, me fjallë u zbraps me shumë mrapa dhe do të gabosh, pa tjetër. Kjo frika që në Selvinjës dhe është përkthyer lojtarëve, apo lojtarët e kishin vetë këtë iden e frikës, e përballjes, e diçkaje që nuk do të kishte një përfundim pozitiv? Sigurisht, duke pas parasysh me fjalë se është edhe instinkti vetë që çdo lojtar që ka luajtur futboll, kur e ka Anglin përpara, është ajo që do të kthehesh që thje. Po jo deri në këtë mënyrë, jo deri në këtë grad, sepse po i kemi futbollistë shumë cilësor, që po lozin për çdo ditë me ta në kampionate. Dhe kjo mund vjen keq me fjalë pse? Jemi shumë inferior sa himne për emrat të mëdhej. Sepse Silvinjo në fillim na ka dhënë një futboll të bukur dhe shpresu me shumë që Shqipënia po let futboll. Po kur janë të emrat të mëdhej, duket se përsëri shkojnë te vendi i jorë si Shqipëri. Pra, Zmijani, mes formacionit të hedhur në fushë dhe strategjisë së lojës, kush që doj sipas jush më tepër? Nëse janë dy këto element që unë thamë që pak instinkti i futbolistëve është i pa diskutueshëm, por duhet jetë më kuptimtar Silvinjoja që edhe në rreshtimin që e ka dhënë, kështu bëmi pa në tabeli ishte mos me thonë perfekt, por nuk e pa me atë që do të mbrohemi mirë dhe do kundërsulmojmë, nuk e pa me i fije në pjesë dytë, por përsëri jo ajo Shqipëni me atë progres që kemi ne nuk ishte ajo që t'i japim një shkëndi. Ishte i domosdoshëm se s'bën mu fut broja. Dhe broja në dha një farë mënyre që na kena mundësi dhe përmesul mu. Pse jo? Edhe në pjesë parë.